Në qytetin bregdetar të Vlorës prej disa ditësh po zhvillohet një aksion i përgjithshëm për lirimin e hapësirave publike të pushtuara nga bizneset, por në periferi, hapësirat publike të qytetit, të cilat duhet ishin në favor të qytetarëve, vazhdojnë të jenë të pushtuar, jo vetëm nga bizneset, por edhe nga automjetet e sekuestruara, si dhe ato të dala jashtë funksionit. Jo vetëm kaq, por për gjatë ditës së hënë, kryeministri Rama publikoi në rrjetin social Facebook një video nga aksioni në Shkodër për pastrimin e një prej varezave të makinave, e cila ato ofronte të njëjtën pamje si ajo në Vlorë. Megjithse në qytet vion aksioni lirimit të hapësirave publike, askush nuk është kujtuar t'i kthejë syt nga periferia për të liruar aty hapësirën e qytetarëve, këtë radhë jo nga bizneset, por nga automjetet, me qindra automjetet të sekuestruara, ato të cilat mbahen peng nga proceset gjyqësore, ku shumica e tyre sot nuk funksionojnë, kanë zaptuar hapësirën publike të qytetarëve. Në lagjen 24 maj, në zonën ku më parë ka qenë i stacioni trenit për Mallrat, jo vetëm kaq, por mjetet aty po shtohen gjithmonë dhe më tepër, duke zënë gjithmonë dhe më shumë hapësirë dhe duke bërë që kjo hapësirë të merret nga rruga se ku duhet të kalojnë këmbësorët. Vargu i makinave të sekuestruara, që më parë kanë qëndruar dhe në portin e peshkimit, vazhdon për qindra metra, ndërsa për shkak të fluksit të lartë të mbërritjeve të reja, shumë mjete janë hedhur sipër njëra tjetrës, duke të ofruar një imazh as pak pozitiv për bllokun e banimit, por edhe për vetë Vlorën. Siç mësohet, shumë prej mjeteve në fjalë kanë prej vitesh në të tillë gjendje. Ato kanë qenë më parë në triportin e Vlorës dhe më pas janë zhvendosur në lagjen 24 maj. Madje ka shumë mjete të aksidentuara, të cilat janë sot pa një pronar. Kjo zonë jo vetëm që nuk pastrohet nga automjetet e sekuestruara, por nuk ka as përpjekjen më të vogël, qoftë edhe për të ulur numrin e tyre, që të gjitha automjete jashtë funksionit, pa pronar, që nuk janë në procese gjyqësore, të mund të shkrihen dhe fitimet e tyre të mund të përdoren si fonde në të mirë të qytetit, apo edhe për habilitimin e bllokut të banimit që vuan për një copë rrugë. Gjithashtu reforma, puna e nisur në Shkodër për lirimin e hapësirave publike nga mjetet e sekuestruara duhet të vijojë edhe në Vlorë. Në brendësi të lagjes 24 maj, ku është e dukshme që ky bllok banimi sot, me plot kuptimin e fjalës, është kthyer në një varezë gjigande automjetesh.